Big Brother VIP Albania 5 analizë e thelluar e garës dhe parashikimi i fituesit. Ky sezon nuk është thjesht reality. Është sezon momentumesh. Është sezon polarizimi. Është sezon ku një prime mund të përmbys krejt arkitekturën e lojës. Dhe pikërisht për këtë, fituesi nuk përcaktohet vetëm nga populariteti, por nga kombinimi i 5 faktorëve: 1. Kapitali i votës 2. Stabiliteti emocional 3. Kontrolli i narrativës 4. Rezistenca ndaj krizave 5. Momentumi final. Një faza aktuale e lojës pas përjashtimit të Kristit, loja ka hyrë në fazën e rishpërndarjes së pushtetit. Kur largohet një figurë që ka qenë boshtë konflikti, ndodh një nga dy gjëja: ose loja qetësohet, ose krijohet vakum dhe shpërthen një konflikt i ri. Nga dinamika që përshkruan, duket se jemi në skenarin e dytë. Mateo është në qendër. Selin është në qendër. Brikena është në nyje emocionale. Artani po kërkon status. Miri po lëviz mes poleve. Kjo është faza ku krijohen finalistët. Dy profili i Mateos, favoriti logjik Mateo aktualisht ka 3 avantazhe të mëdha. 1. Është shpallur banori më i preferuar, kjo nuk është perceptim rrjetesh. Është sinjal zyrtar vote. Ky është indikator real. 2. Ka prani narrative, ai është në aks romantik, në aks konflikti, në aks strategjik. Banorët që fitojnë zakonisht janë ata që kanë 2-3 bosh narrativ paralel. 3. Ka fanbase të mobilizueshme në fazat finale, vota nuk fitohet nga simpatia e heshtur. Fitohet nga fansat që votojnë masivisht. Rreziku i tij, por ja ku fillon analiza serioze. Mateo mund të humbas nëse ndodhin 3 gjëra. 1. Arroganca perceptohet nëse debati me Artanin e bën të duket dominues apo përçmues. 2. Manipulim emocional nëse publiku e lexon krisjen me Brikenën si strategji. 3. Konsumimi i tepërt nëse shfaqet shumë shpesh në konflikt, publiku lodhet. Nëse i shmang këto 3 pika, probabiliteti i tij është mbi 60%. 3. Selin, fitoria emocionale. Selin është kandidatja e fortë për skenarin alternativ. Ajo ka konflikt familjar, aks romantik me gimbon përplasje me mirin identitet publik të fortë. Selin mund ta fitojë nëse krijon një narrativ viktimizimi të pastër, dele qëndrueshme emocionalisht, publiku e sheh si ajo që mbijetoi të gjithëve. Problemi i saj është polarizimi. Ajo ka fansa shumë të fortë, por edhe kundërshtar shumë të fortë. Dhe Big Brother shpesh fitohet nga ai që ka më pak antivol. 4. Brikena, skenari i përmbysjes. Brikena është ilcar. Ajo ka fanbase të madhe, imazh publik të fortë, linjë romantike me Mateon. Nëse ndarja me Mateon e vendos në pozicion e lënduar por dinitoze, ajo mund të përfitojë shumë. Publiku shqiptar shpesh voton viktimën e fortë, gruan që ruan dinitetin, atë që del më e qetë në krizë. 5. Artan, fitoria e papërmbytur. Artani është profil ndryshe. Ai nuk ka momentum masiv emocional, por ka eksperiencë prani autoritare, bazë publiku të konsoliduar. Ai mund të fitojë vetëm në një skenar, nëse loja përmbyset dhe publiku lodhet nga drama romantike dhe zgjedh figurën e matur. Por aktualisht ai duket më shumë si finalist se sa fitues. 6. Miri, profili i qëndrueshmërisë. Miri është figurë që kalon televotime. Kjo është shumë e rëndësishme. Por ai ka një problem, ai nuk është në qendër të momentit aktual. Big Brother fitohet nga ai që dominon 2-3 prime ravazi para finales. Nëse ai nuk merr momentum të ri, probabiliteti i tij mbetet mesatar. 7. Çfarë e vendos fituesin? Në javët finale vendosin 4 element: 1. Klipi i fundit emocional 2. Debati i fundit live 3. Përplasja finale direkte 4. Ndjesia e publikut, këtë dua ta shoh duke fituar, ky i fundit është intuitiv. Dhe aktualisht ndjesia publike anon nga Mateo. Simulim i 3 skenarëve. Skenari 1. Loja vazhdon normale, Mateo ruan balancën. Nuk ka skandal. Nuk ka përmbysje. Fitues, Mateo. Skenari 2. Krizë emocionale romantike. Brikena del e fortë. Mateo perceptohet negativisht. Fitues, Brikena. Skenari 3. Përmbysje e madhe, favoriti rrëzohet. Publiku zgjedh figurën e stabilitetit.
fitues, Selin ose Artan. Konkluzioni strategjik duke analizuar favoritizimin zyrtar, praninë narrative, fuqinë e rrjeteve, integrimin në konflikt, momentumin aktual, probabiliteti më i lartë për fitore në këtë pikë të garës, Matteo. Jo sepse është i paprekshëm, por sepse aktualisht ka kombinimin më të plot për formatin. Por ja pjesa më interesante, Big Brother nuk e fiton gjithmonë më i forti. E fiton ai që në javën e fundit krijon ndjesin. Pa këtë, ky sezon nuk do ishte ky sezon. Dhe në këtë moment, Matteo është ai personazh. Vetëm pak orë pas largimit nga gara e Big Brother VIP Kosova, Benita Zena është kthyer sërish në një nga emrat më të përfolur në rrjet. Edhe pse rrugëtimi i saj në shtëpinë më të famshme në Kosovë përfundoi në natën gjysmëfinale, duket se historia e saj mediatike sapo ka hyrë në një kapitull të ri. Eliminimi i saj erdhi në një moment delikat, kur publiku po përgatitej për finalen e madhe dhe tensioni ishte maksimal. Por, në vend që emri i saj të zbehej pas daljes, ndodhi e kundërta. Benita u rikthye menjëherë në qendër të vëmendjes fal një detaji që mjaftoi për të ndezur rrjetin. Rruga e Kombit dhe Tiranë-Pritna, sipas raportimit të publikuar nga Index Online, menaxheri i saj, Driton Nuhiu, ndau një video nga udhëtimi në rrugën e Kombit, arteria që lidh Kosovën me Shqipërinë. Në pamje shihej qartë lëvizja drejt Tiranës, ndërsa mbi shkrimi i videos ishte ai që ngriti menjëherë dyshimet. Tiranë-Pritna i shoqëruar me një emoji sekret. Në universin e reality show-ve, një mesazh i tillë nuk është kurrë i pafajshëm. Sidomos kur vjen menjëherë pas një eliminimi të bujshëm dhe në prag të një primjeji të rëndësishëm në Shqipëri. Apo shkon drejt Big Brother VIP Albania? Pyetja që po qarkullon më së shumti është e drejtë për drejtë. A do të shfaqet Benita sonte në një format të njohur televiziv në Shqipëri? Deri tani nuk ka një konfirmim zyrtar nga vetë Benita për një hyrje apo paraqitje në Big Brother VIP Albania. Megjithatë, koha e postimit dhe destinacioni i udhëtimit kanë qenë të mjaftueshme për të krijuar një valë të madhe pritshmërie. Disa fansa aludojnë për një hyrje surprizë në shtëpi. Të tjerë mendojnë për një intervistë ekskluzive në studio. Ka edhe nga ata që spekulojnë për një projekt të ri televiziv që nuk ka lidhje direkte me formatin e Big Brother. Por fakti që gjithçka ndodhi menjëherë pas eliminimit e bën situatën edhe më intriguese. Pse interesi për Benitën është kaq i lartë? Benita nuk ishte një konkurrente e zakonshme. Që në hyrje, ajo u prezantua si një personazh me karakter të fortë, që nuk hezitonte të shprehte mendimet e saj. Deklaratat e saj shpesh u bën virale, ndërsa dinamika që krijonte në shtëpi e mbante vazhdimisht në qendër të diskutimeve. Mediat kosovare e kishin përshkruar si një figurë me potencial të lartë për të trazuar lojën. Edhe para hyrjes së saj në format, pritshmëritë ishin të mëdha. Publiku e shihte si një banore që do të sillte debat, energji dhe prani të fortë. Edhe pse nuk arriti të siguronte një vend në finale, rrugëtimi i saj nuk kaloi pa gjurmë. Përkundrazi, ajo u bë një nga emrat më të përfolur të sezonit. Eliminimi në gjysmëfinale, fund apo fillim? Natën e gjysmëfinales, pesëqja finaliste u kompletua pa Benitën. Ky moment shënoi përfundimin e aventurës së saj brenda shtëpisë, por duket se njëkohësisht hapi derën për një fazë të re. Shpeshherë, eliminimi në një moment kaq të avancuar e rrit edhe më shumë interesin për banorin. Publiku ndjen se historia e tij apo e saj mbeti pezull, se kishte ende gjëra për të thënë. Dhe kur menjëherë pas daljes vjen një lëvizje drejt Tiranës, kur rrjetet sociale mbushen me mesazhe misterioze, është e natyrshme që spekulimet të shpërthejnë. Surprizë televizive apo strategji mediatike? Në rrjetet sociale, komentet janë të ndara, do hyj në BBV. Intervistë e fortë sonte. Projekt i ri. Thjesht marketing. Në botën e showbizit, çdo lëvizje është e menduar. Një postim i tillë mund të jetë paralajmërim për një paraqitje televizive, por mund të jetë edhe një mënyrë për të mbajtur emrin në qarkullim. Fakti që nuk ka një konfirmim zyrtar e mban misterin gjallë. Dhe ndonjëherë, pikërisht ky mister është arma më e fortë mediatike. Tirana si skenë e re, nëse destinacioni është vërtet Tirana, kjo hap një kapitull të ri. Shqipëria ka një treg mediatik më të madh dhe më të ekspozuar. Një paraqitje atje do të thoshte zgjerim audience, rritje influence dhe një hap përtej kufive të Kosovës.
Për një figurë që sapo ka dal nga një reality show, momenti është ideal për të kapitalizuar vëmendjen. Deri tani, asgjë e konfirmuar është e rëndësishme të theksohet se, deri në këto momente, gjithçka mbetet në kuadër të spekulimeve. Nuk ka një deklaratë zyrtare nga Benita që të konfirmojë një hyrje apo paraqitje specifike. Por mungesa e konfirmimit nuk e ka ndalur entuziazmin e publikut. Përkundrazi, e ka shtuar atë. Një emër që di të krijojë shumë, Benita, ka treguar se di të mbajë vëmendjen mbi vete. Qoftë brenda shtëpisë, qoftë jashtë saj, ajo ka arritur të jetë pjesë e diskutimit publik. Eliminimi i saj nuk ishte fundi i historisë, ishte një kthes. Dhe tani, me një udhëtim drejt Tiranës dhe një mesazh që tingëllon si paralajmërim, Rieti është në pritje. A do të ketë një paraqitje surprizë? Një intervistë që do të zbulojë prapas skena? Apo një projekt të ri që do ta çojë karrierën e saj në një tjetër nivel? Për momentin, publiku pret. Dhe ndërkohë, emri i Benitës mbetet një nga më të komentuarit e mbrëmjes. Sepse në botën e reality show-ve, ndonjëherë loja mbaron brenda shtëpisë, por spektakli sapo fillon jashtë saj.